fushkruja, vendi krimit, vendi Tritolit, kështu është qyt. Ishim me Berishën në fushkruj. E dërgova tek furra George Bush. A ka një qytet tjetër ku ta ketë vizitu presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, George W. Bush, në 10 qershorin e vitit 2007? Më kujtohet veti atëherë kisha bëj pankart, o Bush e çum fushkruje. Kam qenë gjimnaz. Më gjeni një qytet tjetër që e ka vizitu presidenti i botës, George Bush, dhe Papa. Ka ardhe Papa në fushkruj. Kemi një vend shpend, 3 kilometra nga qyteti fushkrujet, quhet Albanopolis. Albanopolis është vendi nga ku ne kemi marrë emrin Albania. Aty jeton të fisi albanëve. Është një vend shumë i rëndësishëm. Pra fushkruja mund mos quhej fare fushkruj. Ptolemeu mbahet si babai i gjeografisë, edhe kur u mundu të bënte hartën e botës, si pikë referimi për Ilirinë asaj kohe mori Albanopolisin. Kemi këtë vizitën e presidentit amerikan që na thanë që i vodhë morën, e ditit fortën, ç'a ndodhi atëherë. Edi Ramës nuk ja pranoi Chelsea-n e qytetit presidenti Bush dhe ky ç'a bëri tani na nxorri neve si hajdut. Po si u ndje emigranti shqiptar në ato momente kur dolin media ndërkombëtare që ne i vodhë morën presidentit Bush? E turshme. Presidenti Bush thiu protokollin në ato momente dhe i iku bodyguardëve dhe doli duke përqafuar njerëzit. Mori mëngët e këmishës, i përtheu, hoqi orën, e morin këtë lloj forme, e vendosi kështu dhe ja dha bodyguardëve mrapa në këtë lloj pozicioni.